Qetësi shpirtërore. Një person tregon: në fillimet e mia jetoja një jetë larg ligjeve dhe dispozitave të Zotit, I humbur mes udhëve të lakuara. Kaloi një vit. Në vend kishte plasur zia e bukës dhe njerëzit nuk kishin me që ushqeheshin. Ndodhesha në treg bashkë me shumë njerëz të vuajtur dhe të uritur. Në një çast, vjen një skllav që duke I lumtur dhe I gëzuar. Kjo më revoltoi dhe menjëherë I thash: si mund të qesësh ndërkohë që të gjithë vuajnë nga uria? Si guxon e qesh, kur ne të gjithë po vdesim për të ngrënë? Skllavi më pa në sy dhe më tha: e përse u dashka të shqetësohem? Unë jam skllav I një pronari që ka magazina me ushqime, buri me ujë e tjerë. Përse duhet të hidhërohem? Në ato çast thash me vete: nëse ky skllav nuk shqetësohet për urinë, sepse ka një zotëri që ka magazina me ushqime, po unë përse të shqetësohem ndërkohë që kam një Zot që zotëron gjithçka në qiell e në tokë? Përse të mos ndihem I qetë? Që atë ditë u bendova dhe ndoqa ullën e Zotit të lartësuar. Na ndiqni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë e re e komunikimit bashkëkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.